Përshëndetje, dhe mirë se vini në kanalin tonë. Sot do të flasim për një temë shumë interesante dhe të dobishme, si të hapni një biznes në Shqipëri, si të huaj. Nëse jeni duke menduar të investoni në një vend të begat dhe me potencial të madh, Shqipëria është një zgjedhje e shkëlqyer. Që nga viti 1992, kur Shqipëria u hap për tregun e jashtëm, ka pasur zhvillime të mëdha ekonomike. Kjo ka krijuar shumë mundësi për investitorët e huaj që kërkojnë të shfrytëzojnë burimet dhe potencialin e këtij vendi. Por çfarë duhet të ndini përpara se të jeni hapjen e parë? Së pari, vini re se Shqipëria ofron një klimë biznesi shumë favorizuese, me taksa të ulta dhe procedura të thjeshtuara për të filluar një biznes. Procedurat janë për të lehta dhe jo të mëndimshme. Kështu që nëse keni një ide të mirë biznesi, procesi i regjistrimit është i thjeshtë dhe transparent. Së dyti, është e rëndësishme të kuptoni sektorët ekonomik ku mund të investoni. Shqipëria ka mundësi të mëdha në fusha si turizmi, bujqësia, ndërtimi dhe teknologjia e informacionit. Këto fusha kanë pësuar lidhje të qëndrueshme dhe ofrojnë perspektiva të mira për zhvillim të mëtejshëm. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është edhe infrastruktura. Në vitet e fundit, Shqipëria ka investuar shumë në përmirësimin e rrugëve, porteve dhe aeroporteve, duke e bërë më të lehtë transportin e maldrave dhe shërbimeve. Në fund, është e rëndësishme të kuptoni kuadrin ligjor. Legjislacioni shqiptar është i përshtatur për të lehtësuar investimet e huaja. Ekspertët dhe këshilluesit ligjor në vend janë gjithmonë të gatshëm për të ofruar ndihmë dhe këshilla për çdo sfidë që mund të hasni gjatë këtij procesi. Pra, nëse jeni të përgatitur dhe të informuar, fillimi i një biznesi në Shqipëri është më i lehtë se kurrë. Shpresojmë që ky informacion të ndihmojë të merrni vendime të informuara dhe të suksesshme në rrugën tuaj drejt botës së biznesit në Shqipëri. Faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të abononi për më shumë video të tilla.